Tërdit, pasi Kosova e kishte marrë verdiktin nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë se pavarësia e saj nuk kishte shkelur të drejtën ndërkombëtare, siç e kishte sfiduar Serbia, partia vetëvendosi do të nxjerrte gazetën e saj javore. Në Ballin ishte një artikull që do të jepte leximin e saj se çfarë në fakt kishte thënë GND-ja. Sipas vetëvendosjes, qytetari i Kosovës nuk kishte arsye të gëzojë sepse fatkeqësisht kjo gjë nuk është e vërtetë. Në atë shkrim, vetëvendosja do të elaboronte se si përkthehej vendimi i GND-s për pavarësinë e Kosovës dhe pse ai nuk ishte ashtu siç po e interpretonin politikanët dhe analistët. Ndonse Kosova tashmë kishte në dorë një dokument të institucionit më të lartë të drejtësisë ndërkombëtare, i cili së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përdorej si argument juridik për shtetet që hezitonin ta njihnin Kosovën, vetëvendosja hezitonte vetë ta njihte atë si konfirmim të plotë të pavarësisë. Vetëvendosja kundërshtonte interpretimin se opinioni i gjykatës ishte bazë e drejtë për lidhshmërinë e pavarësisë. Gjykata vetëm ka shpjeguar se nuk ka norma pozitive të së drejtës ndërkombëtare, të cilat e sankcionojnë shpalljen e pavarësisë apo ndalimin e tyre, thuhej në analizë. Sipas saj, konstatimi se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk e ka shkel të drejtën ndërkombëtare, nuk nënkuptonte automatikisht se kjo shpallje ishte në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Madje aty flitej edhe për parëndësinë e shpalljes dhe njohjeve. 16 vjet pas, qëndrimi zyrtar i udhëheqjes së Kosovës për këtë opinion paraqitet ndryshe. Kryeministri në detyrë Albin Kurti e ka cilësuar sot opinionin e GND-s si një nga momentet më të rëndësishme në historinë e shtetit të Kosovës. Sot shënojmë përvjetorin e opinionit këshillues të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për shpalljen e pavarësisë së Republikës së Kosovës, një prej momenteve më të rëndësishme të historisë së shtetit tonë dhe një referencë e rëndësishme e zhvillimit të së drejtës ndërkombëtare, shkroi Kurti. Ai theksoi se vendimi i gjykatës dha fund një prej pretendimeve kryesore juridike kundër shtetësisë së Kosovës, duke konstatuar se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk ishte në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, GND-ja i dha fund një prej pretendimeve kryesore juridike kundër shtetësisë dhe mëvetësisë sonë, deklaroi sot Kurti. Edhe presidentja në detyrë, Albolena Haxhiu, e përshkroi opinionin e 22 korriku 2010 si një moment që forcoi pozitën ndërkombëtare të Kosovës. Ajo tha se vendimi konfirmoi se deklarata e pavarësisë së Republikës së Kosovës e shpallur me 17 shkurt 2008 nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Opinioni i GND-s i publikuar me 22 korrik 2010 mbetet një nga dokumentet kryesore në debatin mbi legjitimitetin ndërkombëtar të Kosovës. Ndërkohë, në partinë vetëvendosje nuk dihet nëse kanë ndryshuar juristët dhe ata që hartojnë politika ndërkombëtare, apo thjesht atë botë nuk u pëlqente udhëheqësia e Kosovës dhe prandaj sulmonin edhe sukseset e Kosovës.